Por kanceri i gjirit nuk prek vetëm trupin, ai prek feminitetin, patjetër dhe vetbesimin e çdo gruaje. Në një shkollë të mesme, në një gjimnast në Pej, është ndërmarrë një nismë shumë e bukur, një gjest i vogël, por me një mesazh jashtëzakonisht të madh, ku vajzat e gjimnazit kanë prerë flokët për t'ia udhëruar vajzave dhe grave të cilat janë në luftën betejë me kancerin. Kjo nismë e tyre është më shumë se një gjest bukurie, jo vetëm prerja flokëve, por edhe shumë aktivitete të tjera, siç po i ndiqni përmes pamjeve, është më tepër një mesazh, nuk je vetëm. Sot pikërisht në këtë bisedë do të flasim vetëm për flokët, por për frymën pas këtij gjesti, për ndjenjën e solidaritetit dhe për ndikimin që ka tek të rinjt njohja kaq herët me kancerin dhe për mënyrën se si shkolla mund të edukojë jo vetëm mendjen, por edhe shpirtin, zemrën e tyre. Do të na lidhen në një komunikim virtual tani mësuese Drilona Morina Mazrekaj, psikologe Fitore Hyseni dhe 3 gjimnazistet në vitin e 2 shkolla e mesme mjekësisë, Leutrinta Kastrati, Alea Cukaj dhe Erza Ramaj. Ju përshëndes të gjithave. Përshëndetje dhe për juve. Faleminderit shumë. Aktiviteti ishte interesant, sigurisht që lidhet me tetorin roz, me mënyrën se si shkolla ka zgjedhur të sensibilizojë shoqërinë, por në rast të parë gjimnazistët, nxënësit. Do doja ta nisja direkt te kjo nisma, ky akti, ky gjesti i vogël, por shumë i madh për mesazhin që përcjell. Vendosët të prisnit flokët e gjimnazistëve dhe ato e morën vetë këtë vendim? Ishte një akt emocional i çastit apo ishte i përpunuar dhe më herët? Një vendim i menduar. Realisht e kemi përpunu pak më herët dhe kemi mendu si ide ka tash një vit që kemi organizu thujse këtë ide. Mirë po që e pretëm derisa ardh koha në muajin e roz të jemi solidarizues me të gjitha gratë e prekura nga kanceri i gjirit dhe ta bëjmë këtë premja. Mësuese Drilona, sa e vështirë është sot, në ditët e sotme, të stimulosh, të edukosh empatin tek të rinj, tek gjimnazistët, ku ata janë të fokusuar tek dukja, tek pamja, te rrjetet sociale? Realisht nuk ka qenë e vështirë, sepse ne jemi shkollë profesionale e mesme mjekësisë, edhe e dim vlerën dhe kontributin tonë në gratë të prekura nga kanceri i gjirit, edhe duke i pas gjitha ato mësime që i kemi zhvillu me vite me radhë në orët mësimore, nxënësit kanë shprehë dëshirën edhe vullnetin që t'jenë përkrahje për ato gratë në muajin e kancerit të gjirit. Do doja të dija për psikologen mendimin e saj se çfarë përfitimi në një farë mënyre, çfarë përfitimi psikologjik ka tek të rinjt, ti ushqesh ata dhe të ndihen të dobishëm, ti ushqesh me këtë ndjenjën e empatisë, të ndihen të dobishëm për dikë që po vuan. Çdo aktivitet, çdo organizim që bëhet në shkollë jep një mesazh të madh tek popullata, sidomos tek kur organizohet diçka nga ana e të rinjve, sidomos në këtë shkollën tonë të mesme të mjekësisë që është profesionale, ku nxënësit vullnetarisht bëjnë shumë gjëra që kanë mesazh të madh. Në këtë rast kanë bërë piktura në mënyrë vullnetare, kemi bërë ekspozit në shkollë, kemi bërë prerjen e flokëve. Do të thonë çdo mesazh jep, do të thonë çdo mesazh është i madh për të gjithë përreth. Kemi bërë edhe, do të thonë në kurs kemi bërë marshin në qytetin tonë të Pejës me grupin e nxënësve, pothuajse të gjithë shkolla. Në çdo muaj mbajmë sesione informuese në klasat me adoleshentë. Pra jo vetëm për tetorin, këto nisma ndërgjegjësimi janë çdo muaj. Po, gjithmonë ndërgjegjësimi për secili muaj i shëndetit mendor që është muaji tetor, edhe për shëndetin mendor, në këtë rast edhe tetori roz. Dhe mendoj që ka shumë për të dhënë nga adoleshentët dhe janë shumë gjithmonë vullnetarë dhe asnjëherë nuk pritojnë. Ti pyes pak vajzat. Çfarë ju shtyu juve të ndërmerrnit këtë gjest dhe si u ndjen të treja vajzat dhe shumë të tjera që kanë prerë flokët? Çfarë ndjet në ato momente? Kishit një lloj krenarie, një lloj frike, një lloj dyzimi? Çfarë emocionalisht ndjet? Në fillim ndjeva thellësisht e prekur, por më pas isha shumë e lumtur që mund të jepja diçka nga vetja ime që ka nevojë dikush.
Ky gjest më kujtoi se sa e rëndësishme është dashuria dhe mbështetja njerëzore. Kur I pash shëtimin të prerura për të bërë parmuke për gratë cilat po përballen me kancerin, sa më mbush me ndjesi të forta. Një pjesë e ime tani do ishte pjesë e tyre dhe do ta bënte ditën e tyre më të lumtur dhe do të jetë të kurajë dikujt tjetër. Dhe kjo ndjenjë për mua ishte e paqëmuar. Realisht, unë nuk kam prej flokët e mia për të dhuruar dikujt që ka kancer, por unë këtu në dorën time kam një esej e cila është shkruar këtu nga një person që vuan nga kanceri dhe nëse më lejohet mund ta lexoj. Me kënaqësi, ma trego edhe një herë, letra është shkruar nga një vajzë që vuan nga kanceri. Kanceri, dhe saktësisht është moshatare jona dhe ne mund ta lexojmë tani. Kur them ne, e kam fjalën për ne me kancer. E dini ju se që është një ndërimtar? Një ndërimtar sipas meje është njëri që ka ëndra aq të mëdha sa që as sheh as merret me gjë tjetër përpos arritjes së atyre ëndrave. Ne të gjithë jemi ndërimtar, të gjithë kemi qëllime dhe plane që duam t'i arrijmë. Dikush ndëron që të bëhet doktor, të bëhemi të pasur, ndërojmë për ditë për të të arrijmë majat e suksesit. Apo ju, pasi që kemi për të jetuar gjatë, pasi që kemi mjaft kohë, po e dini se që vret një ndërimtar ëndra të cilit s'kan të ndalur, atë e vret kanceri. Sado që kemi shpresë, luftojmë pa ndalur, ai shpirti I një ndërimtari fillon e vdes dal nga dal. Na ndërojnë ëndrat. Deri më dje ndërronin për të ardhmen që e kishim aq afër e që tani është aq larg sa se përshkruaj dot. Ëndrat tona për të ardhmen aq të afër të shndruan në ëndrën për të qenë këtu. Shëndosh e mirë edhe nesër, e po e njëjta ëndër përsëritet në mendjet tona çdo ditë. Vetëm atëherë e dim se ç'është e jetosh. Vetëm atëherë e dim se problemet tona që na dukeshin aq të papërballueshme nuk janë asgjë. Thonë që jeta është e shkurtër, por që nuk prisja të ishte me të vërtetë aq e shkurtër. Andaj mos ngurani. Kemi vetëm një jetë, shijojeni atë, sepse dita jote monotone është ëndra dikujt që nesërmja për të është shumë e largët. Ndoshta po pyesni veten se ç'doja të thoja me këtë esej. Qëllimi im I vetëm ishte që të tregoj se si ndihet një person me kancer. Të ua kujtoj se çdo moment që kalon ka rëndësi dhe nuk duhet që vetë sëmundja të na kujtojë rëndësinë e shëndetit dhe nuk duhet neglizhuar rëndësia e tij. Sepse vetëm atëherë kur nuk mundesh të bësh çdo gjë, do të bëj të kuptosh rëndësinë e të jetuarit. Një mesazh I fortë, me një mesazh dhe me një mendim të qartë. Për shkak të anonimitetit nuk ka dashur të prononcohet, mirë po që e ka shënu letrën dhe është lexuar në ditën kur e kemi mbajtur organizimin edhe që është realizuar marshe në drejtim të qendrës së qytetit. Në fakt, edhe nuk e na mbujt edhe me vrejt, ndoshta deri në kohën kur ajo është të ka tregu vetë për sëmundjen, sepse është një ndër vajzat më të forta që unë e njoh, edhe ka luftu sëmundjen duke mos u vrejt në shoqëri fare. E kuptoj. Ne dim që çdo mesazh është sigurisht I ngrohtë për çdo që vuan edhe për çdo që ja thua. Tani, kjo pjesa e prerjes së flokëve na krijoi një urlidhse mes Shqipërisë dhe Kosovës, sepse di që flokët do të sillen për një shoqat për t'ia udhënë dhe për t'ia udhëruar grave dhe vajza të cilat po përballen me kancerin, dhe më vjen mirë që e keni marrë këtë nismë, sepse dhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme për të ngritur pak vetbesimi. Tani do doja të dija nëse do t'i drejtoheshit vajzës apo gruas që do t'i marri flokët tuaja. Çfarë do t'i thoshit asaj? Okej, ne si shkollë ja kishim jep një këshill shumë të madhe, që je më e fortë se diagnoza, sepse jo çdo grua mund ta luftojë këtë sëmundje. Vajzat, ju do ta përsëritit edhe një herë këtë akt? Po. Do ta ribënit. Faleminderit. Në fakt, Vullnetare ka qenë gjithçka spontane dhe vullnetare nga ana e vajzave. Asnjëherë me dyshime dhe asnjëherë s'kan e detyruar. Pra jo një impuls, një vendim emocional I çastit, por një vendim I mirë menduar, duke qenë se I përkasin dhe fushës mjekësisë në shkollën e mesme tuajën. Faleminderit shumë të gjithave, ju uroj një ditë të bukur, edhe për gëzime për nismat dhe aktivitetet që keni zhvilluar, aq më tepër me veprimet e nxënësve për prerjen e flokëve. Po. Në fakt, ne kemi edhe disa piktura të cilat janë realizuar në Pelhur nga nxënësit e shkollës tonë, që edhe ato do t'i dhurojmë për bamirësi, domethënë ose të përshitje, dhe ato të hollat të ofrohen për gra të prekura me kancer. Bukur. Domethënë me shitjen e tyre të jepet në formën e
ndihmë sa do pak të vogël që të jetë. Por që me një zemër të madhe. Faleminderit edhe një herë. Ju Me një uroj mesazh punë të mbarë. faleminderit Faleminderit që juve. qëndruat. Faleminderit dhe juve që qëndruat për të na ndjekur nga ora 9 deri në këtë çast që duhet të ndahemi për të takuar sërish nesër. Kalofshi bukur.